Nërën e dy që s'ta ka ndi kur për Valbonën. Qas si ke bë Valbonën, qas si ke bë Libjes, qas ke bër mua, jo, Prime, ti s'ka argumenta. Dhe tani të duhet ndihma e Eglit. Ti ke nevoj për Eglin tani. Ti nuk ke nevoj për veten tënde. Ti ke nevoj për Eglin. Të duhet Egli, sepse Egli ka dalë këtu. Egli ka dalë këtu dhe ka thënë 1, 2, 3 dhe ka thënë ti po më prish imazhin jashtë mua. Nuk ta ka prish imazhin jashtë. Ka thënë të vërtetat. Vetëm të vërtetat ka thënë Egli. Dhe ti ke nevoj për Eglin. Po e përdor prap, po e përdor gjesti prap, dhe fakti që po flen me të, po tregon që po e përdor. Po e kam shef 2 veta. Nuk e patur fuqi të më thuash kur pyeta a është Egli finaliste, the nuk e di. Mu këtu kemi qenë. Dhe ditën që ke ngrënë dark me Eglin, më ke thënë tekstualisht mua, po shkoj ti kërkoj falje, por nuk ka më kthim mrapa se nuk e du cikën, kemi qenë këtu, ka qenë dhe Kelli, kemi qenë edhe te dhoma e Grimit. Pastaj çfarë bëre? Kur vajza të tha që ti ke të dashur jashtë, kur vajza filloi duke diskutuar me ty, ti i the që a ka marrë mallin me fjet me mua në krevat. Do me thënë, ti ja mate pulsin qikës, edhe në bazë të saj ke dash me esë për para. Ti nuk e forcove Eglin, ti e shkatrove Eglin. E shkatrove si nga ana shpirtërore, po e shkatron dhe në loj. Po e përdor në maksimum qikën. Bollë se është turp, mua më vjen keq që nuk arrit Egli ta kuptoj këtë gjë. Egli erdhi dhe tha, ka marrë për veten time, Gjesta, mos mu afro, vazhdo punët e tuja, ri larg meje. Ka marrë të luj me tjerët nuk lujti, por